Sipas të dhënave të Euroelektrik, prodhimi i energjisë elektrike në termocentrale diellore dhe bërthamore i kombinuar me temperaturat më të larta uli çmimin e energjisë elektrike në Evropë në mars me pothuajse 30% në baza mujore. Panelet fotovoltaike thyen rekordin në prodhimin e energjisë në mars për të tretin muaj radhazi, pasi ato përbënin më shumë se 10% të përzierjes së energjisë elektrike në Evropë. Rritja e energjisë diellore kombinuar me përmirësimin e prodhimit bërthamor dhe motin më të butë, uli çmimet e energjisë në 90 euro për megavator nga 26 euro për megavator e regjistruar në shkurt. Organizata tha se çmimet e larta në 2 muajt e mëparshëm u shkaktuan nga gjenerimi i ulët i erës, rritja e kërkesës për energji dhe çmimet më të larta të gazit në 2 vitet e fundit. Tensionet dhe ndërprerjet e vazhdueshme gjeopolitike globale në Norvegji ushtruan presion në rritje mbi koston e gazit, ndërsa burimet e kufizuara të magazinimit dhe fleksibilitetit detyruan një mbështetje më të madhe të gazit për furnizimin me energji. Euroelektrik tha se impiantet diellore shpëtuan Evropën me më shumë ditë me diell dhe rritje të kapacitetit me 65 gigawatt të shtuara vetëm në 2024. Si rezultat, pesha e burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë ishte 15% më e lartë në mars, krahasuar me shkurtin, megjithse një pikë më ulët se në mars 2024. Energjia bërthamore kontriboi në uljen e çmimeve me rritjen e peshës së saj në prodhimin e energjisë nga 24% në mars 2024 në 26% të muajit të kaluar. Kjo ndodhi pasi disa reaktorë bërthamor francez u rivendosën në përdorim. Organizata theksoi se Evropa mbetet shumë e ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve të karburanteve fosile, veçanërisht gjatë periudhave të kërkesës së lartë për energji elektrike. Për të kundërshtuar këtë, ne duhet të përshpejtojmë nxjerrjen e teknologjive të ruajtjes dhe të stimulojmë më tej përdorimin e marrëveshjeve afatgjata të blerjes së energjisë, theksojnë burime zyrtare. Euroelektrik shes zgjidhje në mekanizmat e kapacitetit dhe skemat mbështetëse të fleksibilitetit. Fleksibiliteti është thelbësor edhe kur bëhet fjalë për balancimin e çmimeve negative, të cilat vendodhin më shpesh. Ndërsa prodhimi diellor u rrit në mars, çmimet negative u rikthyen veçanërisht në vendet nordike dhe të Evropës perëndimore, theksoi Organizata e Industrisë Evropiane të Energjisë.